Në orët e hershme të mëngjesit, materiali zgjedhor për fshirë dhe fletvotimet është shpërndarë me kohë për në të gjitha qendrat e votimit. Gjithashtu, njoftojmë se duke mbështetur në informacionet e pranuara nga ana e KSZ-s, procesi i votimit zgjedhjet lokale për kryetarët e komunave dhe për kuvende komunale ka nisur në të gjitha qendrat e votimit në Republikën e Kosovës, me përjashtim të ndonjë vonese në ndonjë vendvotim të caktuar. Në përgjigje të sfidave të cilat janë të paraqitura në zgjedhjet e fundit, të cilat kanë të bëjnë me procesin e transmetimit të rezultateve preliminare, por edhe evidentimit të tyre përmes softverit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë periudhës 4 mujore përgatitore ka trajtuar me seriozitet maksimal këtë çështje dhe janë bërë të gjitha përgatitjet që gjatë ditës së sotme, pra pasi të përfundojë procesi i votimit dhe pasi të bëhet numërimi i fletvotimeve nga zgjedhjet për kryetarët e komunave dhe pjesës së fletvotimeve për subjekte politike, do të arrijmë të transmetojmë rezultatet preliminare.